ose ka dali pari, se në këtë rast nuk është fitimi pastë që vetë mundet mi bo këtë institucionin, kuptimin sepse i duhen edhe minoritetet tjera, edhe për shkak të rregullimit kushtetues, por edhe për shkak se i duhen mi bo 61 deputet të pakten. Pra i ka 5 të 7, i mungojnë edhe 4 vetë për me bo, por duke pas parasysh që duhet me morë minoritetet si mas rregullit kushtetues në pushtet, atëherë i bie që i ka numrat për me formu qeverinë, por nuk i ka numrat për me zgjedh presidentin apo presidenten. Pra në këtë rast i duhet me inicu edhe me shty dikë kryn veti, kushtimisht po thomë, ose puro iniciative juja zbohet se si keni numrat, po nuk e di, a ka kërku dikush për LDK-s në nënshkrime, ose diçka tillë deri më tash jo? Nuk kam informacion jo, se nuk kemi as në atë fazë. Ala nuk është certifikuar rezultati zgjedhor, nuk ka fillu... Isha duke thonë mundi me në dhonë në nënshkrime, nëse s'mundeni me grup t'juj në parlamentin. Ka pas ide, me sa kompane që Ramush Haradinaj me mbledh në nënshkrimet nga deputet individualisht ose nga grupet politike, por nuk e di është konkretizuar dhe është bo... Edhe arsyeja pse më ka insistoj në qëndrim të LDK-s është 2021, besoj që të punë e dini, është mënyra që është vepru në mandatin e parë të Vjosa Osmanit, edhe pse pikrisht njerëzit LDK-n e kanë një farë enigme që ka me vepru atëherë, edhe për ka mënyra që është vepruar atëherë, edhe për shkak të faktit që s'ka qenë krit grupi parlamentar që ka qëndru, ka pas qëndrim të partisë, por s'ka qenë grupi unik. Po ka, është normale për me pas njerëz që mendojnë ndryshe, ka pas njerëz që kanë mendu që Vjosa Osmani nuk është adekuate që tjetë presidenti dhe LDK-ja nuk duhet mja dhonë shansën, për faktin që nuk është adekuate të jetë presidenti, por edhe për faktin që ka dëmtu partinë duke shku në koalicion me vetëm. A mendoni ju se është adekuate për presidentin? Këto duhet me bo një vlerësim, pastaj duhet me po... Shef, janë dy metodologji. Është metodologjia e zgjedhjes së presidentit të propozuar nga partia cila ka fitu, këtë rast nuk kemi një parti apo koalicion që mundet me bo këtë punë. Atëherë është metodologjia, dytë është metodologjia konsensusit. Dhe metodologjia konsensusit, presidenti duhet tjetë gjithë përfshirës, përfaqësuesi gjithëve. Nuk mundet, apo presidentja, nuk mundet me konë përfaqësuesi një grupi apo koalicioni politik. Duhet tjetë ma gjerë. Dhe në këtë rast duhet me i plotësu edhe kriterët të përfaqësimit të LDK-s, nëse do në votën e LDK-s, TAK-s, PDK-s, kujdo. Pra duhet disa elementet të përfaqësimit tyre. Dhe në këtë rast, që po flisni ju për rastin konkret, duhet më bo një vlerësim. Pra mbetet në një fazë tjetër të bëhet vlerësimi edhe në kryesinë e partisë, por edhe në grupin parlamentar, dhe pastaj të merret vendimi për këtë çështje. Edhe ashtu, shefi vetëvendosjes, kryeministri në detyrë po thotë që duhet kuvendit konstituohet, qeveria të konstituohet, votohet buxheti, votohen marrëveshje ndërkombëtare dhe ma ne i këshyrim. Kjo është qëndrimi i tij. Po është edhe logjik, si qëndrim e thonë drejtën, i ka numrat për qeveri, ka numrat për me konstitu kuvendin, ka numrat me kalu buxhetin, po si ka numrat me kalu marrëveshjet ndërkombëtare. Por unë mendoj që marrëveshjet ndërkombëtare duhet më kalu, edhe për faktin se rrezikojmë që kur shkojmë te çështja e presidentit me shkullë zgjedhje, pra të mos rrezikojmë vendin dhe buxhetin e shtetit dhe përfitimet financiare të Kosovës për këto teka individuale. Pra tash ka mundësi, përderisa në dhjetor, nëntor kur kërkohej diçka e tillë ishte pamundur për shkak se nuk kishte një shumicë parlamentare, tash ka